Zona e Kelmendit ka hapur dyer duke mikpritur personalitete dhe diplomat shqiptar. Në aktivitet të organizuar nga Ministria e Jashtme, Bashkia Malësi e Madhe dhe shoqata Vis Albania kanë bërë që Kelmendi të jetë në sytë të gjithëve. 5 ministrat të kabinetit shqiptar kanë qenë prezent në këtë aktivitet kaq të veçantë, ndërkohë që nuk kanë munguar edhe ambasador të akredituar në Shqipëri, mes cilëve dhe ambasadori amerikan Donald Lu. Kjo tregon që qeveria shqiptare po jep një vëmendje të madhe treve tonë, pra Kelmenit, që është një ndër zonat më të bukura të Shqipërisë, Razëms, ku pak më vonë do ta shijojnë edhe ambasadorët. Grupi diplomatik ndjeku koncertin me muzikë e vallet zonës, ku në përfundim të kësaj vizite, Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqia në intervistë për mediat vlerësoi këtë iniciativë dhe bukuritë natyrore të Kelmendit. Fakt është një vizitë turistike shplodhëse e organizuar nga kolegu i Ministri i Jashtëm, të ftuar disa anëtar të qeverisë dhe përfaqësues të trupit diplomatik për të kaluar një ditë fundjavë të këndshme, por padyshim për të shijuar ne vetë rreth parë bukuritë e mrekullueshme që Zoti i ka fal Malësisë, posaçërisht Kelmendit, për të njohur me mikpritjen vendase, për të njohur me zakonet, me traditën kulinare, muzikore, folklorike, po dhe padyshim për të diskutuar për ato çfarë duhet bëhet në të ardhmen për këto zona. Sigurisht që këtu ka projekte të rëndësishme që po zhvillohen në infrastrukturë, por që padyshim duhet shoqërohen me projekte tjera në të tjerë sektore të rëndësishëm, përfshirë rreth parë shëndetësinë, për të shtuar kujdesin shëndetësor për banorët që kanë vendosur të vazhdojnë të jetojnë këtu, po nëse duam të nxisim turizmin edhe për të përgatitur për të pritur shumë mirë flukset e reja turistike të pranverës së ardhshme vendase apo të huaja. Ministri i Shëndetësisë, Ministria e Kulturës, Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike, por edhe një sër drejtuesish të tjerë kanë parë nga afër Kelmendin dhe bukuritë natyrore të kësaj treve në këtë event të veçantë.